Fshati Nishor nuk është thjesht një vend. Është një ndjenjë që të mbështjell me një vellë historik, të dhimbshme por krenare. Është një kujtesë ku të rrëmben një nostalgji që të zgjon emocion, një copë zemre që rreh qetë dhe mbetet aty përgjithmonë në lavdinë e tij. Ky fshat ka një trashëgimi të lashtë ku dëshmitë arkeologjike të kthejnë që në epokën enolite, pra rreth 4000 vite mbrapa. Emri i këtij fshati ka një bazë ilire dhe një sufiks nga gjuha vlahe. Në mesjet njihet me emrin Vnisor, për të marrë emrin e sotëm Nishor, si rezultat i evolimit gjuhësor. Duke rrugtuar në lagjet e këtij fshati me karakteristikat veçanta, të bie në sy 3 përmendore njëra pranë tjetrës, e që në fakt shënojnë 3 kodë veçanta që rezultojnë një kujtesë të devotshme të dhimbjes dhe krenarisë. Kur të bëhet fjalë për fshatin Nishor, dua të them se ky fshat ka një histori të bujshme. Siç po e shihni, këtu ka 3 përmendore, në fakt përfaqësojnë 3 periudha kohore, të cilat jo vetëm që e shënojnë historinë e këtij fshati, por në të njëjtën kohë dua të them se e bëjnë krenar këtë fshat. Pikërisht fakti se këtu kemi 3 përmendore të periudhave të ndryshme kohore, historia e këtij fshati është e dhimbshme, por edhe krenare. Dua të fillojmë së pari me atë më të vjetrën. Pra, kjo përmendore këtu prezanton përkujtimin për viktimat e represionit të falangave serbe të vitit 1913, përkatësisht të shkurtit vitit 1913, ku pa pikë faji, vetëm për një fakt që nëna i kishte lindur shqiptar, u vranë nga serbët 44 fshatar të këtij fshati, të cilët, siç rrefejnë të vjetrit, kanë ndodhur pikërisht në këtë kohë kur Serbia bënte çmos që ta denacionalizonte Kosovën, respektivisht ta zhdukte kombin shqiptar në forma të ndryshme, duke filluar prej vrasjeve e shpërnguljeve e të tjera. Nuk dihet saktësisht se ku janë varros këta, por rrëfimet e të vjetrave tregojnë se këta janë varros me një varrezë masive këtu në afërsi të varrezave të fshatit Nishor, por që nuk ka të dhëna të sigurta se faktikisht ku janë të varrosur këta njerëz, vetëm se ka supozime. Po vazhdoj pastaj me përmendoren tjetër, kjo këtu, e cila personifikon përkujtimin e 9 viktimave të masakrës së Tivarit, të cilat ndodhen menjëherë mas luftës së dytë botërore, ku të rinjët shqiptar, nga të gjitha viset shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, u morën gjaja se me motivacionin e mobilizimit në luftë kundër armikut fashizmit dhe tradhtisht u vranë në Tivar në një periudhë kur shqiptarët e Kosovës ju nënshtruan gjaja pas lirisë një represionit të egër dhe barbar serb, e cili ka vazhduar në vazhdimsi deri në kohën e përfundimit të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, e cila sot përjetësohet me këtë përmendore tjetër. Kur flasmi për luftën heroike të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, janë përjetësuar në këtë përmendore dhe 2 dëshmorë nga fshati Nishor, dhe ky është Imer Muhamet Bytyqi, i cili ka rënë me 7 shtatit 1998 në Morin të Gjakovës dhe ka shërbyer në zonën operative të Dugaxhinit. I dyti është Skënder Nazih Bytyqi, i cili ka rënë në mbrojtje të dheut, po ashtu në Gallushën e Nishorit, në pikën 00 me 30/03/1999 dhe ka shërbyer ose ka qenë i angazhuar në zonën operative të Pashtrikut. Pos kësaj, këta 2 dëshmorë janë personifikim i heroizmit që ka treguar rinia dhe banorët e këtij fshatit në luftë për lirinë e plotë të Kosovës. Në fshatin Nishor ka edhe një monument të veçantë që manifeston një simbiozë mes të vërtetës dhe mistikës. Fjala është për një shpellë që njihet me emrin Shpella e Hallës Halime.
emërtim, ky që të ngërthej në vete dhimbje prej nëne. Se areali i këtij fshati ka edhe pasuri minerale, kjo tani më është i dëshmuar, gjurmët e të cilave i gjejmë edhe në këtë shpellë. Ndodhemi në shpellën që njihet me emrin Shpella e Hallës Halime. Kjo shpellë, në fakt, sipas banorëve dhe rrëfimeve të vjetërve me të cilët kam pas rast të bisedoj, mund t'i ketë më tepër se 100 vjet. Kjo nuk është një shpellë natyrale, por është një shpellë e bërë nga dora e njeriut. Por për këtë pak më vonë. Por pse e mori emrin dhe njihet në rrethinën e Nishorit dhe fshatra tjera për rreth si Shpella e Hallës Halime? Ka një histori e cila përmblidhet me një ngjarje të vërtetë, por në të njëjtën kohë edhe saj janë krijuar edhe forma të ndryshme të interpretimit mistik apo legjendar. Shpella e Hallës Halime ka marrë emrin në bazë të një gruaje me këtë emër, e cila së bashku me burrin e vet, Qazimin, e kishin vetëm një djalë. Por në vitin 1944 djalin e tij e marrin forcat partizane me vete në kuadrët e një mobilizimit dhe ai kishte një fat të dhimbshëm dhe të keq dhe kur dërgohet në Tivar mbetet njëra prej atyre 9 viktimave të fshatit Nishor, edhe kjo ishte viktima pra e kësaj familje, i vetmi djalë e që e kishte emrin Beslim. Plaka, përkatësisht gruaja, e cila jetonte në një kasoll rreth kësaj shpelle, këtu në mal, ajo e përjetoi rënd dhembjen për humbjen e djalit, madje edhe nuk don ta besonte një gjatë të tillë dhe vazhdimisht në depresionin e madh që e kaploi pastaj, ajo do të bëhet edhe një formë rrëfimi pak a shumë mistik nga ana e banorëve të këtij fshati. Kur burri i saj vdiq, që ai e kishte një mulli pak më poshtë, ajo mbeti e vetmuar këtu. Plaka Halime vazhdonte ta priste djalin e vet, madje filloi të ketë një dekoncentrim për sa i përket komunikimit me njerëz, siç tregojnë të vjetrit, e me të cilët, siç e thash, personalisht kam bisedu, thonë se kjo ka pas një çrregullim pastaj mental, i cili është manifestu në forma të ndryshme, por gjithmonë me shpresën se një ditë do t'i vijë djali i saj dhe ajo do të përgatit, siç thonin, një darsëm të madhe kur ta martonte djalin. Por ja që faktet ishin krejtësisht tjera dhe ajo nuk priti kurrë sepse ai praktikisht ishte i vramë në mesin e mijëra viktimave shqiptare në masakrën e Tivarit. Me që deri në tash i tregova gjërat që kanë të bëjnë me fakte, përkatësisht me të njëjtë vërtet, nuk fola asgjë për atë se çka e mistifikon këtë shpellë, çfarë legjenda janë thurë rreth saj. Njerëzit më parë kanë pas një frikë të afrohen sidomos në natën, sepse ka pas perceptime të ndryshme se kjo shpellë është një vend ku ndjell të keqen, ku ndjell ligësinë, ku ndjell, siç më thonë, frikën për fatin e njerëzve, prandaj edhe kanë pas një farlloj mistifikimi të ekzistencës së kësaj shpelle si një fakt i së keqes, por në fakt kjo nuk ka qenë ashtu, por kjo ka qenë një realitet historik, e cila sot ndonëse nuk është ndonjë atraksion turistik për të vizituar njerëzit, ka dhe një diçka të vërtet shumë të rëndësishme. Bie pyetja, pse e bëri dora njeriut këtë shpellë? Nuk ka shënime të sakta lidhur me këtë, por më tepër në nivelin e supozimeve, duket se me njëherë pas largimit e perandorisë osmane dhe kur Kosovën e ripushtoi Serbia, këtu kanë pas indikacione se është një vend ku ka minera dhe minerale të ndryshme. Nuk dihet pse mbeti në gjysmë kjo, në hulumtimet e këtyne mineraleve të ndryshme, por në fakt këtë do ta vërtetoj ngjarjet e mëvonshme. Për shembull, në vitet 90-ta, këta e di mirë, madje ka pas shkrime edhe në media, pushteti i atëhershëm Jugoslav,
Pak më tutje, që në vija ajrore nuk është më shumë se 100-200 metra, që në rajonin që quhet Goleshi, pushteti Jugoslav gjatë viteve 90 ka bërë hulumtime. Dhe si pas medjave që kanë shkru, sepse nuk kemi pas rast me pa dokumentet lidhur me këte, për medjat, përmes medjave, dhe që e mbaj mend mirë, kanë gjetë rezervat e konsiderueshme të niklit, një prej metaleve të çmuara dhe të kërkuara sot në botë. Mirë po, sepse janë ndërprej pastaj eksploatimi i këtyre, atje nuk mund të dim, mbas edhe pikërisht për një farë konfiguracionit të vështirë të terenit, apo dhe ndodhen ngjarjet pasuese në shkatrimin gradual republik pas republike të shtetit Jugoslav dhe mbeten ato pretendime për eksploatimin e këtyre mineraleve të pa realizuara. Dhe mirë që meten të pa realizuara, sepse fundim ram institucionet sot Republikës Kosovës me një forcim më të madh ekonomik mund ndodhë që në të ardhmen të eksploatojnë këto minerale.